Si ishte familja në Prishtinë? Midis Prishtinës. Midisit. Po, soliteri Avala, Avala. përballë Grandit. Përballë Grandit. Ma qendër s'ka. A i keni fishklu femnave aty te Korza? Po, pa me thonë jo rek. Marë parasysh se vi prej familjes së sportiste, do me thonë qysh i vogël, fëmi, kom nis me sport. Këto kur nuk e kom thonë në asnjë emision, edhe për më mirë që jam të te edhe po e them, njeriu i cili ka ndiku mas shumë të informimin tim, edhe të cilin gruaja të cilin e kom dash mas shumë të edhe e du derisa të jam gjallë është gjyshja, është nana e nanës, Kimete Mitrovica. Unë për juve sot kom sjellë një recetë që është shumë e vjetër. Ëmbëlsirën freskuse me mjedra, me biskotat Lady Fingers. Me këtë starter, këtë verë, mund t'i presni mysafirët tuaj. Gjidem piacaja Alim një kilo speca. Ama olmasın lardjeksa. Ama ose qindresa, vershenim larjata e pastërta. Cila është sharja më e keqe që ta ka thënë tifozët dhe si i ja ktheve? Në basketbol, të tërheq me shumë drama apo disiplina? E tash po kthehemi te nisën tjetër. Unë ty po Jo. të pyes, a të kujtohet ty para se me bë këtë transmetimin e parë diçka? A e kishit lojën? Që të më shkoj mendja. Telepati. Cheers to life. Cheers to life.